familja, strehe qetësisë dhe mëshirës. Prej mirësive që Allahu i madhëruar i ka dhuruar njeriut në këtë botë, është edhe familja. Ajo është vendi ku zemra gjen qetësi, ku shpirti pushon nga lodhjet e jetës dhe ku njeriu mëson dashurinë, sakrificën dhe përgjegjësinë. Allahu i madhëruar thot në librin e tij fisnik: "Dhe prej shenjave të tij është që për ju krijoi bashkëshorte nga vetë lloji juaj, që të gjeni qetësi tek ato, dhe vendosi ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë." Rum 21. Ky ajet na mëson se themeli i familjes në Islam nuk është vetëm bashkëjetesa materiale, por qetësia shpirtërore, dashuria dhe mëshira reciproke. Familja në Islam nuk është thjesht një institucion shoqëror, ajo është amanet hyjnor dhe themeli mbi të cilin ndërtohet shoqëria. Prandaj, Islami i kushtoi familjes një rëndësi të jashtëzakonshme. Që nga krijimi i njeriut të parë, Allahu i madhëruar e vendosi familjen si mënyrën e natyrshme të jetës njerëzore. Ademi dhe Havaja ishin familja e parë mbi tokë, duke na treguar se jeta njerëzore fillon me familjen dhe ruhet përmes saj. Për këtë arsye, Islami e nxiti martesën dhe e konsideroi atë pjesë të traditës profetike. I dërguari i Allahut ka thënë: "Martesa është prej sunetit tim, e kush largohet nga suneti im nuk është prej meje." Kështu, në një kohë kur shumë vlera po tronditen dhe kur familja po përballet me sfida të shumta morale e shpirtërore, besimtari duhet ta konsiderojë ruajtjen e vlerave familjare si ruajtjen e vetë moralit të fesë. Kur flasim për familjen në Islam, shembulli më i përsosur është vetë i dërguari i Allahut Muhamedi a.s. Ai ishte pejgamber, udhëheqës, gjykatës dhe njeriu më i dashur tek Allahu, por megjithatë gjente kohë për familjen e tij, i ndihmonte, i dëgjonte dhe sillej me butësi ndaj tyre. Transmetohet se Aishja, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, kur u pyet çfarë bënte profeti në shtëpinë e tij, ajo u përgjigj: "Ai ishte në shërbim të familjes së tij, qepte rrobat e veta, rregullonte sandalet dhe ndihmonte në punët e shtëpisë." Ja pra, ky ishte profeti Muhammed a.s. Ai që drejtonte umetin, nuk e konsideronte ulje të dinjitetit të ndihmonte familjen e tij. Ndërsa sot, disa njerëz mendojnë se burrëria qëndron në ashpërsi, në urdhra dhe në largësi emocionale nga familja. Ai na mësoi se madhështia e burrit nuk matet me forcën ndaj familjes, por me butësinë dhe mëshirën ndaj saj. Prandaj, ai e përmblodhi moralin familjar në një fjali madhështore, kur tha: "Më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij." Sot, shumë familje kanë komoditet, por u mungon qetësia. Kanë teknologji, por u mungon komunikimi. Kanë luks, por u mungon bereqeti. Familja muslimane ndërtohet mbi devotshmëri, respekt dhe përgjegjësi. Burri dhe gruaja nuk janë rival, por plotësues të njëri tjetrit. Allahu i madhëruar thot: "Ato janë petk për ju dhe ju jeni petk për ato." Petku mbulon dhe zbukuron. Kështu duhet të jetë edhe marrëdhënia bashkëshortore. Mbrojtje nga gabimet, mbështetje në vështirësi dhe zbukurim i jetës së njëri tjetrit. Prandaj, mirësia e njeriut nuk matet vetëm me namazin dhe fjalët e bukura në publik, por me sjelljen e tij brenda shtëpisë. Sa njerëz tregohen të buzëqeshur me të huajt, por të ashpër me familjarët. Sa njerëz kërkojnë respekt nga fëmijët, ndërsa nuk u japin atyre dashuri dhe shembull të mirë. Një prej shtyllave më të rëndësishme të familjes është edhe edukimi i brezit të ri. Fëmijët janë amanet i Allahut në duart tona. Ata nuk kanë nevojë vetëm për ushqim dhe veshmbathje, por mbi të gjitha për edukat, moral dhe shembull të mirë. Allahu i madhruar thot: "O ju që besuat, ruajini veten dhe familjet tuaja nga zjarri." Et-Tahrim 6. Pra, ruajtja e familjes nga zjarri bëhet duke i edukuar me besim, duke i mësuar namazin, moralin, respektim dhe frikën ndaj Allahut. Në një hadith tjetër, profeti ka thënë: "Trashëgimia më e bukur që një baba mund t'i lërë fëmijës së tij është edukata e mirë." Shumë fëmijë sot nuk ka nevojë vetëm për ushqim dhe veshmbathje, por ka nevojë për prindër që i dëgjojnë, që u flasin dhe që u japin kohë. Pejgamberi a.s. edhe pse mbante barrën e shpalljes, i përqafonte fëmijët. Njëherë, kur ai po puste niprit e tij Hasanin dhe Husejnin, një beduin i tha: "Unë kam 10 fëmijë
dhe nuk kam puthur asnjërin prej tyre. Ndërsa profeti alayhis salam ju përgjigj: kush nuk më shiron, nuk më shirohet. Ky hadith është mesazh për çdo prind. Fëmijët nuk rriten vetëm me disiplinë, por me dashuri dhe mëshirë. Po ashtu, Islami na mëson respektin ndaj prindërve. Njëherë, Abdullah ibn Mesudi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, pyeti profetin alayhis salam se cila është vepra më e dashur tek Allahu. Ai tha: namazi në kohën e tij. Po pas namazit, e pyeti përsëri. Këtë herë ai tha: mirësia ndaj prindërve. Sot, në një kohë ku shumë prindër ndihen të vetmuar, Islami na kujton se respekti ndaj tyre është rrugë drejt kënaqësisë së Allahut. Nga ana tjetër, prej sprovave më të mëdha të kohës sonë është se shoqëria po përjeton një krizë të thellë familjare. Shtëpitë janë mbushur me mjete komunikimi, por zemrat janë zbrazur nga komunikimi i vërtet. Familjet jetojnë nën të njëjtën çati, por larg njëri tjetrit në shpirt dhe në ndjenja. Shpesh babai është i zënë me telefonin e tij, nëna me lodhjet e saj, fëmijët me ekranet e tyre. Në shumë shtëpi mungon biseda, mungon dëgjimi, mungon përqafimi dhe fjala e mirë. Dashuria po zëvendësohet nga egoizmi, respekti nga ashpërsia dhe sakrifica nga individualizmi. E gjithë kjo ndodh atëherë kur familja largohet nga udhëzimi hyjnor. Familja nuk mbahet me përsosmëri, sepse askush nuk është i përsosur. Ajo mbahet me durim, falje dhe sakrificë. Çdo familje ka sprovat e saj, por familja besimtare nuk dorëzohet lehtë. Ajo e ndërton jetën mbi iman, mbi komunikim dhe mbi mëshirë. Prandaj, le ta pyesim veten. Sa kohë i kushtojmë familjes sonë? Sa herë përqafojmë fëmijët tanë? Sa herë kërkojmë falje nga bashkëshorti apo bashkëshortja? Mos e lini dashurinë për nesër. Mos e vunoni faljen, sepse mund të vinë një ditë kur do të kemi kohë, por nuk do të kemi më mundësinë për t'i thënë ato fjalë që zemra i mbajti gjatë në heshtje.